ku të ngrihesh, ku të çohesh me fal namaz, fale namazin si me qenë namazi yt i fundit. Namazi, vëllezër të dashur, është shtylla e Islamit. Namazi është vija ndarëse mes muslimanit dhe jo muslimanit. Namazi është vepra e parë për të cilën do të jap njeriu llogari në botën tjetër. Nëse me namazi ka punë të mirë, do të kaloj mirë edhe tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj kjo këshill e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam drejtuar këtij sahabiu është këshill edhe për neve, që kur ta falim namazin, ti kemi atë ndjenja se jemi duke fal namazin e fundit. Pra, pas këtij namazit të cilin do ta falim, do ta takojmë Allahun subhanahu wa taala. Nuk do të kemi mundësi të falim asnjë namaz tjetër. Andaj, si vallë do të ishin përjetimet tona ku ta falim këtë namaz. Sigurisht se do ta shijonim. Andaj, secili prej nesh kur ta fal namazin, le ta merr këtë këshill të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe le ta fal namazin si me qenë namazi i fundit për të.